Nuk lejohet që muslimani të nxitohet në shpalljen si renegat, si qafir, si feleshues të një muslimani tjetër, që kthehet nga kibla jon, që pohon besimin ton, që i përket fesë ton. Ky është parimi i ehli sunetit, ky është parim i në besimin ton. Konsiderohet një krim, konsiderohet prekje e rëndë e dinjitetit tjetrit, konsiderohet shkelje të drejtave, konsiderohet vepër penale, konsiderohet gjunah i rëndë me fjalë, që njeriu të shpall qafir një musliman pa drejt, pa fakte, pa argumente, pra një proces gjyqësor, nuk është çështje e lehtë kjo. Njeriu e ka të shtrejtë fen, sikurse e the ti, dhe e konsideron gjë shumë të rëndë që ta shpallet si qafir. Pastaj kur një njeri shpallet qafir pa të drejtë, pastaj ka edhe pasoja. Në disa vende të botës islame kanë lidhur dhe probleme të mëdha, nuk është vendi për të sqaruar këtu, për shkak se janë shpallur ca njerëz qafira në mënyrë të padrejtë. Madje kjo mund të lindë edhe në vendin tonë, për shembull dikush nuk falet pas imamit se thotë është qafir. Nuk falet pas imamit kur falet namazi i xumos ose namazi i Bayramit, se thotë imami është qafir, ose kjo turma e besimtarëve që janë mbledhur aty janë qafira. Ka njerëz që kanë perceptime ekstreme, perceptime të gabuara. Çfarë thot Muhamedi alayhi salatu wasallam për këto njerëz? Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ka thënë idha qala al-muslimu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Nëse muslimani e etiketon vëllain e tij, e emërton vllain e tij qafir, atëherë gjykimi do t'i kthehet njërit prej këtyre të dyve. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndë. Pra, nëse me të vërtet, njeriu i shpallur qafir, shpëton emërtuesi. E nëse ai nuk është qafir, atëherë pasoja dhe gjunahu i bie atij që ka akuzuar.